ky është ndoshta një prej komplekseve më atraktive në Ballkan, po t'ishte e mundshme që të zbardhej gjithaj sekret që e mshef kjo zonë. Ky është natyrisht një investim shumë i madh për shtetin e varfër të Kosovës, po është një perspektivë që ky kompleks do të dëshmojë herët avon një Ballkan unik. Ne këtu jemi te katedrale, domethënë është një ndjenjë shumë e veçantë. Është një prej vlerave që ne do të shpresojmë që Kosova të pranohet në UNESCO. Edhe do të kemi një komunikim shumë më të mirë, pastaj edhe një qasje me strategji shumë më të qarta mbi trashëgiminë kulturore në Kosovë, e cila është një prej pasurive që të rralla për Evropën dhe botën. Ka vërtet këtu çfarë të zbulohet dhe vlerat që i ruan Kosova në ndhe, në kuptimin e arkitektonisë së saj, në kuptimin e vjetërsisë antikës, dëshmon se është një periudhë që do të sjellë një freski mendjes moderne, modernizimit dhe postmodernizimit për të parë se kush ishte dikur një qytetërim kaq i vjetër. Këto në tokë, dhe ky është një kontribut i veçantë. Ne natyrisht që janë me kapitale për investime në mënyrë që si komunë edhe si komunë të marrim donacione të jashtme më tepër në ose edhe në bashkëpunim dhe në koordinim. Që ju si kryetari i komunës të keni mundësi për qytetarët nëpërmjet ndihmës të fjala vetëm për shërbime të zakonshme, por edhe për që në pikat e dobta që ne duhet t'ju mbështesim. Prandaj presim që ju të vini me projekte konkrete. Trashëgimia dhe kultura, ne këtu e kemi edhe drejtorin e kulturës, kemi arkeologun. Tu je direktor sigurno imamo te naše zahtjeve i predloge projekte i ne bih danas non-stop institucija Ministarstva Arheološki institut i a imate ove manje kompanije, jedna iz kraja, kaže, građanske sezone. Ove sezone? Edhe kalos edhe vetë që po, kthej, që është që. Po vetëm atë. Kemi edhe një bashkëpunëtor që Pjo prish natën kushtet do bëni një terror aty. Jo e kem përpara, kështu e kem. Përpara kem para këtu. Na kem pas drejtori, çdo ka pas përgjigje mi hek. Ha? Po kamera. A guxojmë një? Kjo ka qenë pjesa e Paris, qytetit. Ai lodh? Ndoshta ky. Është rezervim dhe rezervat më Domethënë s'ka top që e kish prishur. valla vështirë. E kena po. Svedov. Drago mi je da Ostane tvrđava. Tvrđava. në fakt, domethënë, edhe me ligjin për trashëgimi kulturore, po edhe me ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura trajtim tjetër 2016, dhe gjithsesi prap në kuadër të fondeve të paraasistencës. Ministri, kjo hapësirë tjetë e shfrytëzueshme dhe tjetë gjeneratore. Për trashëgimi arkeologjike. Kisha 2 miliona për trashëgimin arkeologjik. Një 5 milion. Po është e pafalshme që ne kemi me 10 kishe. Krsto, daj tu malo neki kršenje komad, do preši. Ja kažem, daj mi oni golem, evo dva si uzeti, evo, Tok mes qytyne që tjetë teknikës? Po, për shkak se Ha? sa fuga.
qëndru në ekonomi. Komercion Po, qytetarët e këtu njerëz të Novu grad në kushë. Jo dakord. Në fikim fëmijë, ka kësaj. Pas ka drina në Drnica? Drina. Realit në mbrojtje të veçon. Po më intereson këtu kush e mirë mban tonë në. Kjo shtëpia e mban Po, a këtu. konzervimi, restaurimi u po pensë. A kemi ka fillu, u gjami u kro, kisha da treba ma. Kurora të gjitha. Katedralja Zavens është njëna ndër më të mëdha të këtë pjesë. Ndërmor mosën klasike atje me ujë tavoni. Duhet me formë ndryshme. Pjesa burrave. E modhe, për atë kohë një xhami prej të llojave, nuk është e vogël, për kupi, po, edhe kulmin e minorën e kot Arkitektura është gjysmë arkitekturë. Se kuri në një Kjo ka qenë katedrala, po? Kanë shëndru, me një fjallë kanë shëndru në xhami edhe kjo është minovja. Në bon gërmime vitet 60-a, janë gjetë me 10 barë, e këtu ka qenë barosu të përën jesë të Paris të aristokracia. Po, por është kish kështjell. Është janë konservuar vetëm pjesërisht. muret edhe e ruajnë kishën. E shekullit 9-11. E çka rreth që tu shosë Apsidi, domethënë apsidi Tu ka qenë